botërore, si gazetar dhe që më pas u bë një nga themeluesit e medias elektronike. Ka qenë ky Watson Thomas, njeriu që ka njohur nga afër aq në fillimet e karrierës së tij presidentin Wilson, njeriu i madh që bëri aq shumë në mbrojtje të çështjes shqiptare pas shpalljes së pavarësisë. Por për më tepër hollësi për gazetarin e famshëm, le të ndjekim një pjesë të shpjegimeve të shoqëruesit Ton Laska. Duke ulëmtuar, duke gërmuar në shumë të zonë, kam ndjerë dhe surprizë. Është diçka veçantë që në kolegjin Maris, ku studiojnë fëmijët e mi dhe ka dhe shumë djemë të shqiptarëve që jetojnë të zonë, një ditë ishte me gjithmonë surprizë veçantë që u njoha me jetën e një nga eksploruesit të shekullit 20, gazetar, diplomat, historian, i cili ka jetuar në tërë botën, Lowell Thomas. Për njerëzit e gazetarisë që të gërmojnë në historinë e gazetarisë, Lowell Thomas është një nga më të famshmët, i cili në gjithse ka lindur në Ohio, jetën e tij si shëtitës së toshtë e kontribuon të tërë botës. Ka lindur në 1892 dhe vdiq në 1981, pra pothuajse 90 vjeç. Çfarë më bëri të veçantë? Jo vetëm njoha jetës së tij si ulëmtues, si gazetar i luftës së parë botërore, luftës së dytë botërore, si njeri i aventurave, por një fotografi që kishte dhe është afishuar në një nga muret e këtij kolegji, fotografia 2 javë para vrasjes së Satash Toptanin. Unë nuk kam një nostalgji për Satash Toptanin, për figurën e tij apo diçka tjetër. Por fakti historik është historik. Midis tjerave, ai takimi i tij është diçka e veçantë. Momente në shtypi ku e përkojnë Lowell Thomasi, aventurier, che me un endis me presidentin Nixon, presidentin Gerald Ford, Lowell Thomas, në moshë të madhe e Gerald Ford, me shahun e Iranit, shahu i Iranit, Lowell Thomas, me presidentin Johnson, me presidentin George Bush, me presidentin Eisenhower, heroi i luftës së dytë botërore dhe nga presidentët më të famshëm pas luftës së dytë botërore. Shikojmë takimin e tij me Satash Toptanin dhe me qenin e tij, dhe ku thuhet, me Esat Pashën, diktatorin shqiptar në pallatin e tij, kur ai ishte vrarë 2 javë para vrasjes së Satash Toptanit, Lowell Thomas u takoi me të. Dhe një pjesë të informacionit asaj kohe që mori qeveria amerikane dhe presidenti Wilson ishte nga të dhënat që i dha Lowell Thomas. Dhe ne dimë që asaj kohe qeveria amerikane mbajti qendrim pro Shqipërisë dhe e mbrojti nga copëzimi dhe ndarja e saj në teshme. Është një merit. Se çfarë është folur, çfarë ka thënë, pak si ka për ne. Por është një fakt në 100 fotografit e shekullit për cilë Lowell Thomas kujton dhe sot dhe janë afishuar në të kolegj, është një me Satash Toptanin. Dhe si jemi larguar nga ky fondit të shtëpia ime. Sa janë fotur një javë kam. Ju dhe jemi në sakrit të parë. Dikzoni shtëpit. Faleminderit. Jeton lart e lart, shumë gjë shqiptar. Jemi mirë, jemi mirë. E para shëndet. Jemi mirë. Do gëzojmë tek zonë. Suksese në shkollë. Faleminderit. E dikzoni shtëpit. Faleminderit. Mirëserët. Zime dhe në shpituje. Për reklama, për advertise, për të njoftojmë kastomera, për të ndonë mbi apërgji, popull sa ma shumë, edhe kjo është e dyta vjetë që bëjmë, të kualifikojnë sikur hernat mira që i ke edhe i pregadit edhe popull i vetë të caktën për me kënën në këto shows që i keni pa ju pramë. Jo, ata pa mbrem që nuk pas që të komunikonin me dollar. Jo. Vetëm çdo gjë jepësh falas për të reklamuar, demonstruar ato. Pasi thash ushqimet, ushqimet që populli ka që me kërkuar, me i pa, me i provua, pa dhe ajo në të mira ajo, edhe mësë nej, ajo reklam ka shumë vjetë. Ka bërë përshtypje në Shqipëri, dhomët e këtij se organizon biznesin për panajire, por ata i shesin edhe më shtrejnë se që kanë dyqanet e tyre. Nësa këtu bërë përshtypje mbrëm në panajirë, që i servishin pa lek ato, për të reklamuar
jo ato reklamat në Amerikë edhe paguhen bile, e jo ma se më marë popullit para për atë gjanë. Ashtu, thëmë që edhe në Shqipëri, po të doni me reklamua se kuptoju në biznisin, e gollë mirë jam në biznis të 30 vjetë, që kishme vje, kishme kene arsyeshme, edhe i vjeshme për biznismenat në Shqipëri që ti reklamojnë këto gjana edhe ti napën të falë. Nuk është e nevojshme me illa popullit me hangër sa smonet, por ta kërkoj herë qësh është, si është, a ka test, a ka ukusin. Ta shijoj pasaj vita blednës. Po, atërna ukur të cilin Shqipëri u të garantoj që populli ka me pasën të falë. Jeni mirë pritu në çdo kohë që të vini, biznesi dhe qytetarët shqiptarë ju presin që juve që emigroni në Amerikë edhe në gjithë vende të botës, të vini të investoni eksperiencën tuaj edhe dijet tuaja në Shqipëri. Nuk është gjanë që zbahet, ka njësë populli shqiptarë me investuar në Shqipëri, edhe na që s'kem njësë hala, edhe na do t'ja njësin me investuar në Shqipëri, sa në venti unë, a vendinja unë, a populli unë, edhe dëshrojmë, ka më një ashtu si populli që t'bahet, edhe do t'bahet pa qajre, se edhe në Amerikë u bushe u ba popull shumë, masa ne duhem edhe në atletan me ardhë, me preparu atje i shala. Atëre, dyqani juaj isha i atje me emrin Nosh, ja? Ajo është djali em, djali i ma themi, edhe Nosh do me thënë në gjuhën Hibro, do me thënë the hunger, do të thëtë të hash. Atërna do me thënë ai emën reprezenton dy gjana, reprezenton emrin e familjes edhe reprezenton një emën që dvin populli për me hunger. Atëre faleminderit shumë. U rris njerë në ju për plotit, të fala i herë numër një kushin një Sam Viktorit me familje, të fala edhe familje suaj, u përshëndojmë për Amerikët, u dëshojmë gjithë të mirë, suksesin jetë, edhe ma kini knaqë shpirtin kur u pashë, se me të vërtet kanë kini shqiptarë, vjeshim, shqiptarët e sryeshim, dashtun, të afrueshim, një ashtu në lypë. Mysafir tek një bashkëqytetar i ynë, Alfred Stoja, ai na ka ftuar për vizitë me rastin e hyrjes së familjes së tij në shtëpinë e re. Ai na pret dhe me një falënderim për televizionin Apollon. Faleminderit televizionit Apollon që na kujton për herë dhe çdo vit vjen, është shumë i afërt me shqiptarët, jo këtu në Amerikë, po në gjithë botën, që bën emisione, nuk e di se si ka quajtur dhe titullin atij emisioni Malli, më duket. Malli, kjo është një gjë e bukur për prindrit tanë dhe për vëllezërit tanë dhe që na shikojnë, do me thënë se kështu drejt për drejt nuk duket, po nëpërmjet ekranit të televizionit Apolloni. Edhe jemi shumë i njohës televizion Apollon. Zoti Stoja, gjithmonë kur kemi ardhur këtu, ju keni qenë jetuar në shtëpi me qira. Sot na bëhet qefi që shqiptarët të paktën ju jeni shtëpia e tretë që më njoh sotun me shqiptarët që keni arritur ta keni shtëpinë tuaj. Jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarët dhe ata që janë atje, që vazhdojnë banojnë me qira, po shikojnë dhe ata për shtëpi. Se kemi disa, kanë më shumë akoma, unë kam 8 vjetë që kam ardhur në Amerikë, kemi punuar, po thoi dhe kemi bërë dhe nga 24 orë punë, se që arritëm këtë ditë që $10,000. Me që përshikoj këtu që nga e pishin këtu afër. Po, është edhe një pishin. E gjitha juaja është kjo? Është imja dhe ajo, dhe pishina. Sa tokë keni këtu gjithsej? Kemi, ta themi kështu me shqip, kështu është 1 hektare 200 metra, 1 hektare... 1 hektar tokë? 1 hektar tokë. Sa morë për gjitha? 3 hektari thonë kështu, 3 hekri thonë kështu në gjuhën e këtyre, 3 hekra. Komplet gjitha, me gjithë tokë, me gjithë $260,000 shkoj kjo. Kështu... Por tani unë akoma nuk e futur të shtëpia, se sa për, do me thënë e kemi blerë, se do kemi për të, ato që duken ato, se do duken do... Pa tjetër, janë të personit që do t'i heqi, janë plaçkat e tij do t'i heqi ka. Ju jeni futur brenda shtëpia apo akoma? Jo, akoma s'jemi futur në shtëpi. Shpresojmë nga muaj nëntor të futemi në shtëpi. Më pas ne bashkë bisedojmë me te, mësojmë për ti për punë dhe për pikët që ka bërë për të arritur të kjo shtëpi e re dhe e bukur. Zoti Stoja, kjo është gjithë toka juaj, gjithë kjo ambient. Gjithë kjo
tokë. Sa pat 1 hektar? 1 hektar 2 dylum. 1 hektar 2 dylum. 1 hektar 2 dylum. Po. Edhe mund të mbaj edhe kështu këtu, mund të mbaj edhe bakti këtu, për shembull mund të mbash Kalon ligji amerikan që kur kalon 1 hekër tokë lejon ligji që ne çkam dëgjuar dhe ju ulin taksat nëse më Po, mban. dhe taksat, nëse mban bakti të ulin taksat. Po. E takës. Mirë zoti soja, takzoni e jetojmë të lumtur këtu. Shumë faleminderit dhe për jush, për televizionin Apollon. U jemi shumë mirënjohës edhe një herë që na vini na kujtonin edhe këtu dhe na bashkoni me vëllezërit tanë. Me një përshëndetje vëllezër trojnë në Shqipëri. Përshëndes 2 vëllezërit, baban edhe të gjithë të afërmit e mi që janë atje në Shqipëri. Dhe motrën veçanërisht, se një motër kam me gjithë fëmijët e saj dhe burrin. Edhe i pos të gjithëve me mall. Miru pash. Miru pafshim edhe një herë faleminderit.